Për të katërtën ditë radhazi, qindra qytetar korçar janë mbledhur në pedonalen e qytetit për të vijuar protestën kundër projektit të shumë debatuar në Zvërnec. Protestuesit zhvilluan një marshim paqësor në rrugët kryesore të Korçës, duke përsëritur thirrjet e tyre për më shumë transparencë dhe dëgjim të zërit qytetar. Në tubi morën pjesë qytetarë të moshave të ndryshme, aktivistë dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët shprehen shqetësimet e tyre lidhur me ndikimin që projekti mund të ketë mbi mjedisin dhe pasurinë natyrore të zonës. Ky manifestim madhështor midis të tjerave është edhe një trokitje në ndërgjegjen qytetare dhe na bën të gjykojmë veten dhe të kthejmë kokën prapa. Shprehja e djathtë të majtë që u mundua të ndaj qytetarinë tani na duket aq qesharake dhe pa vlerë. Është një shans i madh dhe mundësi që të pastrojmë ndërgjegjen e rënduar. Në këto vite tranzicioni, shkëlqimi i dritës nuk shuhet, e vërteta vonon, por nuk haron. Ky popull ka thesare të mrekullueshme shpirtërore, morale, intelektuale. Më mirë vonë se kur, nesër më shumë dhe më mirë. Tashti heshni dhe dëgjoni, po flet sovrani. Shumë nga ju mundeni t'jeni duke menduar se jam shumë e vogël që të gjendroj këtu para jush. Mundet t'jetë e vërtet, po nuk jam aq e vogël sa të mos kuptoj gjërat që po ndodhin rreth rrotull meje. Se si kjo tokë, për të cilën ka luftuar paraardhësit tanë me vite të tëra, po shitet pa dymendje. Jam 12 vjeç, dua të ndëroj për shkollën time dhe dua të plotësoj ëndrat e mia. Po shumë e vështirë për mua, sepse po mendoj për të gjitha gjërat që po ndodhin që po shqetësojnë familjen time dhe shumë familje të tjera shqiptare. Dhe dua që vendi tonë të mos emigroj aty ku s'duhet emigroj, po të jetë në ku jemi ne. Ju harroj gjithë dhe shpresë më të madhe kam që si qemi gjithë bashkë, këtë pjesë ta vazhdojmë të ecim. Dhe as për D, as për S, të gjithë bashkë që jemi, të vazhdojmë në këtë udhëtim që kemi marrë. Sipas organizatorëve, protestat do të vijojnë edhe në ditën në vijim deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Atmosfera gjatë protestës ishte e qetë, ndërsa pjesëmarrësit theksuan se synimi i tyre është mbrojtja e interesit publik dhe rritja e ndërgjegjësimit për çështjet mjedisore. Edhe në ditën e 4 protesta ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe vizitorëve të pranishëm në qytetin e Korçës.